Ju përshëndes të gjithëve zonja dhe zotri, njoftoj të na ndiqni, do të flasim për aktualitetin politik, problematika të shumta që kalon vendin në optikën e përfaqësuesve parlamentar të opozitës. Në këtë rast do të kemi në lidhje të drejt për drejt deputetin e Partisë Demokratike Sajmir Korreshi, me cilin do të diskutojmë për sa i takon problematikave që kalon vendi sot. Zoti Korreshi, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ka nisur 2026 me protesta foltore, protestat një pas njëshme para kryeministrisë, mobilizim qytetar, denoncime nga më të shumtat bërë nga opozita, ndërkohë që ju shoh dhe thash edhe pak më parë përpara se të fillonim komunikimin në live së bashku, jeni ndër të paktët deputet që ju shoh shumë aktiv dhe thuaj se çdo ditë, çdo javë duket sikur është java e gjelbërt për sa i takon nënvizimit që ju bëni të problematikave dhe shqetësimeve që kanë qytetarët në terren, Korreshi, përpos diskurseve politike, përpos propagandës nga njëra anë, ju jeni shumë pranë qytetarëve dhe në mënyrën tuaj shumë origjinale, duhet thënë. Sa i takon vendit që përfaqësoni, jeni marrë me problemet e arsimit, me qjerrjen e fasadave, sa i takon institucioneve të shëndetësisë, me shtyllat, pra me infrastrukturën rrugore, me çdo problematik dhe shqetësim që kalon qytetari. Pse keni zgjedhur këtë formë komunikimi, Korreshi? Spari njërë këtë formë komunikime dhe këtë mundësi që ndryshe nga të gjithë të tjerët, ma jep dhe fakti që unë jetoj në qytetin e Lushnjës ose në qytetin me cilën ka marrë dhe votat. Për ditëshmëria, qëndresa ime, jeta familjare këtu, bën dhe të që t'jem dhe më afër hallet dhe problemet njerëzve. Pra, në qoftë se unë shkoj në arsim, kam 10 prindër të tjerë që takoj kur çoj vajzën dhe kur e marrën nga shkolla, apo me 10 njerëz të mi dhe jo vetëm, por dhe hallëxhin të tjerë që na lidh puna me spitali, apo se si është sistemi shëndetësor në përgjithësi, në ambulancat, qendra shëndetësore në fshatrat. Patjetër që i njoft për hallet dhe problematikat e fshatit, mos pastrimi kanaleve, rruga e degraduar që lidh fshatrat me njëri tjetër, por dhe me Lushnjën, apo sistemi, patjetër që ju thatë për shtylla sistemi elektrik që është i degraduar, sa që një herë letër për një shirë mbyshëm, sa herë që bie shi, ikin dritat. Dhe ky është një problem që shqetëson të gjithë komunitetin, sidomos në zonat rurale, por edhe një pjesë të mirë të zonës qytetit, e cila akoma nuk është mbuluar me investime që për vitesh me radhë. Po nga mos të ndërhysh dhe nga mos të merresh pastaj kur gjatë qëndrimit tim se fatkeqësisht nuk i kemi zyrë si shteti, nuk i jep asnjë nga këto opsione për deputetët, edhe pse namin e kemi në qiell. Problematikat unë njoh në gjitha ato takime që kam në për kafenete ndryshme në Lushnjë, të cilët në vend duke her pas here dhe jo rrallë herë kjo, të gjithë problematikën që ka ky qytet. Dhe unë zgjedh të vizitoj për këto problematika, sepse kurioziteti dhe jo vetëm, por edhe për të treguar ndryshe nga propaganda që bën qeveria, që ky komunitet, paktën që unë përfaqësoj në Lushnjë si pjesë e opozitës, por edhe Divjakës, duke qenë se nuk ka sot deputet, por me të cilën takohemi, sepse Lushnjë Divjakë shumë ka funksionuar gjatë gjithë kohës si një jetar pak a shumë, kanë lidhje të jashtëzakonshme, duke qenë se dikur ka qenë nocioni rreth. Pra njohim dhe kur pikot që atje, kështu që jam i detyruar edhe nga ana morale, përveç se të më kërkon punën, kur dikush të thot problemin, ti e detyruar dhe ta konstatosh dhe ta transmetosh pastaj. Ndoshta ka dhe shumë problematika që ndoshta unë nuk i di, por ajo çka flitet për pasaportë europiane është shumë larg realitetit që është në terren.
hallet që ka bujësia, me takimet që bën kryeministri, që besoma nuk janë bujq, apo blektor, të ndjellin një lloj neverie, neverie sepse është katër Shqipërisë të ndryshme që përjetojnë realitet njerëzit me çka dëgjojnë nga propaganda e përditshme e futjes në Europë. Apo kur dëgjoj që do hapen programet i parë, ndërkohë që di mirë që ato nuk do hapen, apo do vendime si e bujësi, ndërkohë që këta e kanë kthyer si në sklavëri, si shumë vite më parë me te parmenda. Pra problematikat me kanalet kullues, me kanalet vaditës, me mënyrën e vaditjes dhe të ujitjes, mënyrën se si janë pesticidet, me koston e lartë që ka një bujë, me mungesën e tregut, apo me mënyrën e grumbullimit e tjerë me radhë, bëjnë atë që më tepër të ketë shqetësime se sa do të rkitin ndaj qeverisë. Dhe kjo më ka bërë që ti transmetoj ashtu dhe krudo në njerë, ashtu si që mi transmetoj njerëzit. Jo të gjithë, edhe për të bërë pak edhe më i kuptueshëm, sepse nuk mundet të bëj një lafallogji si u me qenë akoma student në Rom, edhe me shpjegura anën juridike të gjërave, por me të prekur ndoshta gjithë miletit dhe hallet konkret ashtu krudo si që transmetojnë njerëzit. Zoti Koreshi, ju jeni deklaruar euroskeptike, sqaroj për qytetarët, jo për kundërshti ndaj proceseve integruese të vendit në Bashkimin Evropian, si dikur opozita NATO, por si një refuzim që opozita i bën asaj që insiston të cilësoj narko-regjim, e sipas jush jeni në kilometrin e fundit, jemi në kilometrin e fundit për të çliruar Shqipërinë. Kilometri i fundit deri kur, Koreshi, sepse ka nisur që në fundin e 2025-ës, 2026 ta nisi me foltore, me protesta, mobilizim, qytetarë, çfarë në gjykimin tuaj ka ndryshuar për mirë, pra çfarë ka arritur deri tani opozita, cilat janë bilancet që keni bërë deri tani, dhe çfarë pritet në vazhdim? Për të thënë drejtën, opozita nuk bën gjë tjetër përveç se atë që duhet bëj realisht. Ne në përditshmërinë tonë nuk bëjmë tjetër vetëm se ngrem komplet ndryshme në asaj që pretendohet në propagandës që del për ditë televizor nga apo emisionet e tyre propagandistike të qeverisë. Dhe ne japim realitetin, por përpos kësaj dhe denoncojmë, sepse gjatë ditëve tona përballemi dhe me aferat mëdha korruptive që shumë dashamirës apo punojnë shtetëror nga frika dhe heqjes nga puna dhe jo vetëm, po dhe kërcenive që marrin nga pushteti, na i vën duke për gjithë hajdutëri dhe makodërinë që kjo qeveri zhvillon në dëm të shqiptarëve. Kështu që për gjithë ligjet klientelisë, duke filluar nga komisionet parlamentare, unë nuk lë radhë pa kundërshtuar çdo ligj klientelisë, çdo ligj bërë në kurrizë shqiptare, dhe patjetër për të bërë atë diskursin tim, jo vetëm politik, po të gërshëtuar dhe me realitetin që ndodhet pak në zonën time, sepse ka nevojë, për të thënë Europë, ka nevojë shumë realisht për të bërë. Se kur të hyjmë në Europë nuk do mund të hyjnë vetëm ata që jetojnë në blok apo në Tiranë, po do të hyjnë edhe gjithë njerëz dhe tjerë që me zinxhiri bukën e gojës o me kostot e lartë në bujqësi. Patjetër që pjesa tjetër kur ne kemi pas dëshirën për të ngritur komisionet hetimore, si rezultat i konstatimit, jo vetëm i verifikimit apo aludimit, po i konstatimit të vjedhjes apo kallëzimeve të ndryshme që kemi çuar të bazuar në dokumenta në SPAK, ne kemi kryer nga komisioni hetimore, siç ka qenë për tunelin Llogaras, kemi bërë për fondet i parë, kemi kërkuar për akshin, pra janë miliona euro të vjedhura në kurrizë shqiptare, për të cilën ne kemi kërkuar komisionin timore, sepse është vetmja armë në thonjza që kushtetuta i lejon parlamentit për të kontrolluar ekzekutivin, përveç se formës tjetër apo shtyllës tjetër paralele apo që është krejtësisht e kundër me kontrollin parlamentar, por që është ajo prokurorisë posaçme.
Pa dashur të hyrë në kompetencë e prokurisë posaçme, kemi kërkuar ngritje komisionit timore për të bërë publike gjitha ferrat korruptive dhe se sa milion euro, të cilët mund krijonin një jetesë shumë më të mirë, mund të kishin vendosur një minimum jetik, mund të kishin pasur rritje të pensioneve, një rritje të pagave apo investime më të mira në terren për gjitha kategoritë edhe shtresat e njerëzve, ndërkohë që e kalojnë në xhepat e pushtetarëve ose të vjedhura apo tikura në detim paditur. To janë mohuar opozitës, ashtu siç që mohojnë shpesh interpelancat me ministra ndryshëm. Unë jam duke pritur prej 2 muajsh për të bërë interpelancë me ministrën e shëndetësisë për gjithë atë kafshëritat quajmë që ndodhet në spitalin e Lushës, se pamjet ju i keni parë dhe i kam transmetuar jo rrallëherë. Përveç kësaj ne kemi kërkuar shumë gjëra tjera për të flasim. Ta ka propozuar tani që të uli edhe kohën parlamentare. Për këtë arsye ne shpesh jemi ngritur dhe kemi kundërshtuar dhe revoltuar në parlamentin e Shqipërisë, ku dhe kemi marrë jo rrallëherë kartonat kuqe për përjashtime nga seancat plenare për kohra shumë gjata, për afate shumë gjata. Përjashtime që janë cilësuar të paligjshme pastaj. Përjashtime që janë cilësuar të paligjshme. Por ama ky moment nuk e zëvendëson atë kohë, sepse ta ditët ikin, ata nuk kanë marrë pjesë pavarësisht se mund të kthehet rroga ana pagesës që është gjekotin krahasim me çfarë mund të bënin prodhonim ata 6 deputet për të qenë në parlament, sepse përfaqësuesit e tyre ata që na kanë zgjedhur nuk na kanë çuar atje vetëm për të marrë rroga, por na kanë çuar për të çuar më spari hallet dhe problemet e tyre ata që duhet dhe është detyra kryesore e një deputeti. Zoti Koreshi, me gjithë mobilizimin e forcës suaj politike dhe jo vetëm, natyrisht edhe partive të tjera opozitare dhe mbështetjen e qindra mijëra qytetarëve në protesta kombëtare dhe jo vetëm, duket pak si e paqartë strategjia e opozitës për ta finalizuar këtë kilometrin e fundit të rrëzimit të Ramës, për të shkuar tek qeveria teknike, për të shkuar pastaj tek vota e qytetarit. Si referuar fakti që ju jeni shumë në terren me qytetarët, çfarë sugjerohet, pra sugjerohen forma të tjera të protestuarit, ndoshta të rezistuarit më gjatë përpara parlamentit, sepse tashmë duket një formulë e gatshme, protestohet, dhunohen protestuesit, ndalohen, arrestohen, procedohen dhe pastaj vendoset data e radhës e protestës. Ka një gjë, kjo ka nisur me herët që me raport në SBL-10 dhe ju po të shikoni që ai raport jepet që mënyra se si i ka vjedhur shteti, sepse ndërhyrja shtetërore më së rrallë ndonjëherë është e shkruar e zeza mbi të bardhë, pra në raport që është i frikshëm krimi i organizuar apo të gjithë strukturat shtetërore në funksion, apo dhe deri të dumfungu plerave që ka qenë në funksion tek të vjedhë zgjedhjeve, sepse ka pas votim, por nuk ka pas mënyrë për të zgjedhur, sepse kanë qenë të detyruar njerëzit të votojnë për mbështetjen sepse janë kërcënuar formën më të lehtë për heqje nga puna dhe format e tjera për shkatërim biznesi, për shkatërim vendosje gjobash, presioni me të fortë e tjerë me radhë, gjë që kanë bërë që njerëzit në të mirën e rasteve ku ka pas pak forcë, nuk kanë shku, i kanë bojkotuar këto zgjedhje, por në pjesën më të madhe pastaj janë detyruar që përpara faktit që do të heqin nga puna, me kërcënim për heqin nga puna me bukën e kalamarëve, ta votojnë, sepse duket që kanë dhe atë, sikur po i shikojnë edhe tek koka kur po votojnë. Dhe ky është një problem i madh që nëse nuk zgjidhet ky, nuk mund të ketë zgjedhje kurrë, mund të ketë prapë votime, por nuk do të ketë zgjedhje. Kështu që mendoj që prandaj përveç krahas presionit opozitës, përveç se turistnis nga njerëzit që ma besoni janë me mllëfosur, po dhe pushetdisi, sa pjesë të administratës shtetërore, mësues, do donin të ishin krah nesh, por frika dhe presioni me kërcënime vende punës i ndalon dhe për art në protestat tona. Unë mendoj që krahas gjithë kësaj,
E para këtu se kjo qeveri nuk ka as tur pas cip, me të thënë drejtën, se një qeveri demokratike që aspiron për në Europë, minimalisht me ato afera korruptive kur është zëvendës kryeministri e cila akuzohet për korrupsion, për tenderat e gjithë, për tendrin unazë për miliona euro të vjedhura për unazën e Tiranës dhe 9 tjera që janë duke u hetuar ose janë ngritur akuzë. Unë mendoj që çdo qeveri normale me gjithë këta kryetar bashkisë dhe ministra apo drejtues të lartë prapa hekurave do të kishte edhe ndorheqjen. Çka ka nevojë? Ka nevojë dhe një presion më të madh ndërkombëtar, duke ditur për të folur dhe sinqerisht, ne nuk kemi një shtet normal që nuk bëjmë dot pa ndërhyrje ndërkombëtare. Unë kam studiuar jashtë dhe kjo në nivelet e shteteve si Italia, kur unë kam studiuar është e palogjikshme dhe nuk ndodh që të gjitha institucionet e tjera ndërkombëtare të mundet të ndërhyjnë në proceset e brendshme. Kurse këtu është bërë tashmë, është vetë pranuar në një farë mënyrë edhe nga vetë shqiptarët, duke parë si zgjidhje të vetme tamam ndihmën e tyre për problematikat që ka kjo qeveri, duke i dhënë atë çka i takon pra kërtonin e kuajt ndërkombëtar dhe për zgjidhjen e mirë edhe problematikën që ka me reformën zgjedhore, me reformën territoriale që ka dështuar, të dyja kanë dështuar, dhe patjetër që dhe kjo është si pasojë e procesit e integrimit evropian dhe presionin ndërkombëtar që të ribëhen këto të dyja, duke qenë se ka një dështim total. Për mua dhe reforma në drejtësi, sidomos kjo harta gjyqësore, ka bërë një shkatërrim absolut të sistemit të drejtësisë, me rrudhjen e gjykatës dhe bërë vetë të apeleve që ka bërë në gjithë Shqipërisë të gjykatës së faktit, ose penale apo gjykatës administrative. Pra dhe bedlogu që kanë sot e kësaj dite këto gjykata që është një çmendurim vete. Pra ka nevojë për një rishikim, sepse miliona të hedhura nga ndërkombëtarët kundrejt investimi që morë Ylli Polar i integrimi i grup kapitullit për në Europë, po rezultoni dështuar. Korishi, ne kemi dëgjuar në çdo protestë të thuhet qytetarëve, mos prisni që Ramën e largojnë ndërkombëtarët, mos prisni që Ramën e largon drejtësia, ka nevojë për një bashkim kombëtar, ka nevojë për bashkim të intelektualëve, të gjithë qytetarëve. A frymëzon opozita në gjykimin tuaj për këtë përbashkim, fillimisht për të vrarë atë frikën për cilën folët ju pak më pare, natyrisht ndjehet thuajse në çdo qelizë të shoqërisë sonë, pra për të vrarë frikën, për të përbashkuar dhe pastaj për të reaguar dhe vepruar? Unë jam i gjykimit që njerëzit kanë të gjithë kapacitetin për të bërë ndryshim, për kërkuar ndryshimin. Dhe unë do të thoja që do të bëhet ndryshim çdo 2 vjet, pra o për pushtet vendor apo pushtet qendror. Besoma që opozita sot, realisht me gjithë kapacitetin dhe mundësitë që ka, dhe presioni, besoma që është presioni madh shtetëror, presioni madh kriminal i lidhur fort me strukturat e shtetit, siç keni DAAK, siç ato që ndodh që kontrollohet gjithë batërdia, edhe në çdo shqiptari kontrollohesh dhe kalon te sistemi patronazhimit, apo ato që ka ndodhur me gjitha të tjerat, apo mënyra se si po ndodh me call centrat sot, me krimin organizuar, me kokainën që po hyn lum, me rënien e erës, me pastrimin e parave ndërtim që po takon gjithë faktorin ndërkombëtar. Dhe pjesa më e madhe po të vjedhë nga tuajt përpos gjithë denoncimeve tona, nuk kam forcë e kapacitetit se si strukturat e huaja listë batuese po të vinë me dokumenta në dorë për të bërë arrestimet pastaj përkatës. Dhe shqyqyr në njëherë që janë, sepse po të ishte vetëm kapacitetin tonë nuk do arrinin. Pra, unë mendoj që jemi apo si jemi atraktiv, jemi apo jo të bukur, unë mendoj që Rama e ka çuar vendin gremin. Në pamundësi ekonomike, në një recesion, kur të gjithë ato që kishin lekët, e gjitha remitancat, e gjitha tyre që kanë jetuar jashtë shtetit prej vitesh e vitesh, duke pas 100.000 euro në bank, dje kanë pas 140 milion lekë, sot kanë 95. Pra një rënje 45 milion ti ka gërryer vetëm politika që ka ndjekur Banka e Shqipërisë me qeverinë, pra me gjithë këto lekë që qarkullojnë ka bërë të mundur që të ka rënë interesi edhe niveli i eros.
Kështu që besomani, jemi apo jo në atraktiv, njerëzit duhet në çdo kohë, pavarësisht PD, PS apo një forcë politike, duhet të reagojnë ndaj të atyre që premtojnë dhe nuk realizojnë. Në momenti që nuk je mirë, ti do t'ja hapësh patjetër dhe duhet ta largosh atë që ta premtojnë nuk të realizojnë, sepse kush, siç e kishte thënë vetë shoku Rama, kush nuk e bën atë brenda 2 mandata nuk e bën më. Po ti keni video di keni që deklaron diçka të tillë dhe unë nuk e besoj se kjo Shqipëri po kalon në ato vërtet ato që premtojnë apo dëgjojmë përditshmërisht nga qeveria. Kur shikojmë dhe kryeministrin Bajsaj që tallet me institucionin kryesor që është parlamenti, i cili nuk vjen ka ardhi se 2 ose 3 herë këtë vit, dhe sa ka folat të llapet e veta dhe është larguar pastaj, sepse nuk mund përballet dot me opozitën, me ato çka janë sot dritën e diellit. Zoti Koreshi, më duhet domosdoshmërisht ju pyes për pasaportën europiane të institucioneve të drejtësisë. Sepse nëse do të kishim pasur realisht një pasaport europiane, ashtu sikur se u propagandua me tam-tam-tamet mëdhaja, po jo vetëm pasaport europiane, po edhe pasaport amerikane të institucioneve të drejtësisë, natyrisht që situata do t'ishte krejt ndryshe sot në vendin tonë. Unë kam bindjen, edhe pse kam qenë një nga partizanët e shpresës të këto institucione, pavarësisht se shikoj që pjesërisht funksionon, por në pjesën më të madhe dhe ajo është një pyll që me dëra që ka problematika dhe ka ndikim fort politikës mbi të. Fakti që gjërat po ecin kaq ngadalë ndonjëherë i jep oksigjen që të forcohen ekonomikisht, të vjedhin akoma më shumë, sepse po të shikosh nga mandati e tretë e këtej vetëm po vjedhin, se i quajnë si momentet e fundit marrim të kapim çat kapim se as një vit burg do bëjmë. Pra ka është nevojshme që sistemi i drejtësisë, krahas arrestimit, penalizimit, shpejtësisë që duhet veprojë në kohë rekord, duhet dhe me i rikthyr lekët qytetarëve ato që janë vjedhur, apo nuk mundet që të shkojnë bën 6-7 muaj burg edhe kur vjen puna të nxoj miliona euro të vjedhura dhe të investuara prej pushtetare. Kështu që besomeni për këtë ka skepticizmin tim, për mënyrën se si procedoj gjatë zgjedhjeve dhe ajo task forca nuk funksionoi, ka skepticizmin tim, për faktin se me disa përdor një dorë e hekur dhe me disa tjerë ka një neglizhencë absolute, për shkak edhe njëri i kthehem zgjatet e të zgjatës se thonë që institucionet nuk na ndihmojnë në dhënë informacionit, por që duhet një dorë e hekur taj që nuk t'jemi informacionin brenda fatkal, du të shkojmë kallëzim penal dhe shkojmë për shpërblim detyre. Në qoftë se do të tregosh darë, drejtësia do të tregosh darën e hekur për të shkull të dhënë ligjërisht dhe jo me marrë qafë atje kur s'duhet, pra tjetë proporcionale me vepra penale patjetër, unë besoj që gjithë ka pushtetarë sot do ishin burg. Zoti Koreshi, për të... Patjetër që ka presion të madh, jo vetëm nga jo më qivim qeveриtar, po dhe nga krimi i organizuar. Zoti Koreshi, dhe natyrisht do doja të ndalesha pak edhe në zhvillimet brenda shtëpisë suaj politike, sepse jeni në vazhdën e proceseve zgjedhore në parti, statusi ka patur edhe kontestime diku në gjykimin tuaj si parashikohet të shkojnë proceset zgjedhore brenda Partisë Demokratike? Unë besoj që deri në fund fare do të ketë një kthjellim dhe nuk do të ketë problematika. Kjo edhe për faktin sepse më shumë problematikë është faktin në cilin ndodhet vendi se sa problematika e Partisë Demokratike. Po jepet shumë johon të gjitha atyre deklaratave që po bëhen nga faktorë dhe aktorë ndryshëm Partisë Demokratike, që realisht nuk i bëjnë mirë situatës brenda Partisë Demokratike, do duhet kishte një qasje më pak të fortë edhe me akuza ose mos të ekzistojnë fare akuzat kundrejt eksponentëve të lartë Partisë Demokratike me njëri tjetër, sepse realisht dëmtojnë gjithë demokratët tjerë që kanë 14 vjet që nuk e ngjyjnë kokrën e krypës. Kështu që mendoj që deri në momentin e fundit do të kemi një kthjellim të gjitha strukturave, do të kemi një qasje tjetër për të përballur. Kjo do të thotë në gjykimin tuaj që nëse ka diçka që nuk shkon duhet heshtur, sepse i shërben
Partisë Demokratike? Jo, absolutisht nuk e thash këta. Thash krejt të kundërtën, e kisha idenë që të gjitha këto mos të bëhen në mënyrë publike, sepse ka mënyra edhe ka vende kur cile mund të zhvillohen, sepse po të shikosh sa hermetik një llafë Aspiropali, edhe shikosh që e kërcenoi Rama. Kurse te ne nuk ndodh një gjë e tillë, te ne i hedhim gjithat palarat në shes dhe dëmtojmë komplet në këta njerëz pa menduar që Koreshi përjashtime dhe vetë përjashtime ka patur edhe në Partinë Demokratike tani, nuk mund të kanë qenë deklarata të zyrtarëve të lartë që kanë folur edhe për vetë përjashtime, nuk e di sa statutore është kjo. Tani unë prandaj po them nuk merrem me të marrë me statutin, gjithkohë statutet kanë pas problemet e tyre, dikush që mendon ndryshe dhe unë nuk e kam patur këtë statut me thënë drejtën për shumë gjëra që i kam pas kundër, por megjithatë respektoj sepse është vullneti i demokratëve, patjetër, në mënyrë absolute, do të shikoj një qasje tjetër për mënyrën se si funksionon dhe si duhet të jetë, por rri gjithmonë që debatet duhet të jenë brenda forumeve. Po thonë. Patjetër brenda forumeve të Partisë Demokratike në mënyrë absolute, në kryesi, në të tjerë radhë, sepse ta thash, për faktin që 2 apo 5 apo 10 nga ne dëmtojnë zime një tjetër, dëmtojnë gjithë demokratët që mezi presin të rikthehemi në tyre në pushtet. Aq më tepër kur ne kemi një betejë shumë të afërt që është ajo për pushtetin lokal, që në gjykimin tim ne duhet kemi thellësinë për të nxjerrë kandidatët për pushtet lokal, që t'japim kohë një vit përpara dhe mos merremi me logjikën që do t'i nxjerrim gjithmonë kandidatët 45 ditë përpara, po të punohet, t'i nxjerrim ata që të fillojnë punën, që të kenë mundësi të takojnë sa më shumë njerëz gjatë gjithë së periudhës një vjeçare, sepse kur themi pushteti ka nisë motorët, ata që punojnë për pushtetin janë gjithë në punë, i ka nisë motorët me lekë që nuk i kanë fikur kur motorët në fakt. Kjo pjesë janë me bukën e kalamajve të vetë. Koreshi, dhe protesta e ardhshme kombëtare, çfarë pritshmëri shkeni? Krahas denoncime që bëjnë, patjetër që pritshmëritë e protestës radhës janë për të sensibilizuar që opinionin ndërkombëtar dhe jo vetëm për atë shqiptar, që opozita është aty, nuk të rriqet nga angazhimi i saj për të përballur qeverisë me të gjitha format, pra institucionalisht, brenda institucioneve, pra brenda komisioneve, brenda parlamentit, debatin qytetar, po dhe patjetër me numrat që ka në protestat. Pra presioni për të vënë duke se makutëria, idutëria, korrupsioni qeveritar ka kaluar në nivele ekstreme. Samir Koreshi, ju falenderoj shumë për bisedën së bashku. Respekte gjithë mirat. Edhe suksese, se ju jeni ndër të paktët dhe thash në fillim që jeni gjithmonë në teren edhe nuk e keni ndryshuar as vend banimin me marrjen e mandatit të deputetit. Kjo më mundon që t'jem dhe shpesh në studio në Tiranë. Faleminderit Koreshi, e rëndësishme është të diskutojmë. Faleminderit. Tani falë teknologjisë nuk është problem në fakt diferenca fizike, sepse edhe në këtë formë dhe këtë mënyrë kemi mundësin të komunikojmë, të bashkëbisedojmë gjithmonë në interes të informimit publik, duke u falenderuar të gjithëve për vëmendjen, ju përshëndesim.